sepse rajoni e në këtë mes padyshim edhe Kosova. Nëse flasmi për arkitekturën e sigurisë, të gjitha vendet janë pjesë e NATO-s përjashto Kosovën dhe Serbinë. Normalisht Serbia për motive të tjera, por janë në traktat legal me BE-n për të antarësuar, secili me ato vonesa që ka për të bërë antar. Shqipëria dhe Malezia janë më afër nga gjitha vendet, por Kosova dhe Serbia janë pika ende kritike. Çka po diskutohet aktualisht është rretizimi i gazit të lëngshëm amerikan si interes strategjik që i shërben dhe komponentës së sigurisë, një rajoni që mund të lundrojë në stabilitet më të madh me pak ndikim nga gazi rus. Arkitektura e sigurisë ndërkombëtare aktualisht është e fokusuar vetëm në dy çështje besoj kryesore. E para përpjekja për t'ia mbyllur potencialin influencues Rusisë dhe Kinës normalisht në gjitha zonat ku SBA-ja dhe partnerët e tjerë perëndimor e shohin zona me interese ku padyshim Ballkani nuk mund të mungojë. Është çështja e energjisë, si një prej faktorëve kryesorë që po e determinon arkitekturën e sigurisë, madje edhe për vende shumë fish më të fuqishme se ne. Çështja e energjisë është përcaktuese për Gjermaninë me mbi 80 milion banor, e një prej faktorëve kyç në Evropë, e veç mund ta mendojmë se si mund të jetë për një rajon si Ballkani Perëndimor, në veçanti si Kosova. Për më tepër, besoj që ka qenë një lloj problemi që Kosova ka nashkaluar faktin që kjo dritarja tashmë është në mbyllje sipër, madje dyshoj që edhe tash edhe po ta përshpejtojmë në maksimum tempën e vendimarrjes tonë, vështirë se mund të arrijmë një gjë të tillë, për shkak se duket që Shqipëria dhe Malezi, përveç se mund të jenë antarët e radhës të BE-s brenda një periudhe 4-5 vjeçare, ekziston rreziku real që të jenë edhe antarët e fundit të BE-s nga rajoni perëndimor për shkak të rritjes së influencës së të djathtës ekstreme në shumicën e vendeve të BE-s. Absolutisht po. Dhe që përvoja politika e zgjerimit të ngecë aty të mbetet. Absolutisht. Pra është përmendur tash e soku nga komisionerët e zgjerimit që politika e zgjerimit mund ta ketë këtë vagonin e fundit të një treni që vetëse është në lëvizje sipër dhe po largohet prej nesh. Dhe unë besoj që është krejtësisht e papërgjeshme mënyra se si Kosova, që nga viti 2015 për qenë sinqert, ka filluar që cilët me një lloj moskokçarje në raport me këto procese eurointegruese. Në atë kohë ka qenë çështja e vizave, Kosova ka qenë prej vendeve që e ka pasur pothuajse të përmbyllur atë çështje dhe bashkë në pako me Ukrainën dhe vende tjera ka mundur që të ecë shumë përpara. Pa të ngecur, pa të humbur 4-5 vite kët. E tash ato vite përveç se janë të parikuperueshme, janë përcjell me një sjellje edhe më moskokçarëse se sa ajo e asaj periudhe. Në anën tjetër, sa i përket gazit amerikan, unë besoj që Kosova nuk e ka luksin as që ta vënë në pikë pyetje, lere më që ta sjell në diskutim sa është e nevojshme apo jo. Pra, Kosova si vend relativisht i ri, e që një pjesë të madhe të ekzistencës së saj si në aspektin ndërkombëtar, ashtu edhe atë të sigurisë të tjera, e ka fal për krajës së Aladhe në veçanti këtu të Shteteve të Bashkuara, dhe kjo sjellja jo nëse ne duhet apo nuk duhet jemi pjesë e një procesi përkatësisht i një projekti të cilin SBA-ja po tregon që e sheh si të sigurisë, është absolutisht e papranueshme. Në vlerësimin tim, qeveria e Kosovës, ashtu siç pati thënë një kohë, nuk e di nëse vetë kryeministri në detyrë, përkatësisht ish kryeministri tashmë Kurti i mbetet besnik qëndrimit i tij që kur ka kërkesa të tilla nga SBA-ja ne nuk pyesim kur, por pyesim vetëm si. Unë besoj që një çështje e tillë është dashur ta ndjek një çështje që është edhe më e rëndësishme se sa ajo për cilën ai kishte dhënë këtë deklarim që lidhej me çështjen e targave dhe të zhvillimeve të para në veri. E keni ndëgjuar fjalimin e autokratit Vučić në Serbi, Cakulli, teksa i drejtohet ushtrisë me një përmbajtje fashiste. Jo të re për Kosovën, për popullin ton, por një fjalim që flet qartasi për cënim të paqes dhe stabilitetit në rajon, duke kërkuar me ato lutjet liturgjike, mitet e tyre për kthimin një ditë të Serbisë në Kosovë, dhe se është zotim i tyre. Askush nga Bashkimi Evropian nuk reagon, askush nga Shtetet e Bashkuara nuk e çortoi për atë fjalim. Pat zëra, nëse mund ta them,
jo shumë të ashpër edhe Bashkimit Evropian duke çortuar ministrën e pushtetit lokal që vjen nga partia e Miloševićit e dikurshme. Që tha se po të ishte në vend të Miloševićit do ta pastronte të tërën Kosovën nga shqiptarët. Dhe përse mendoni që perëndimi po duket në plan të partijit më i butë Eugen ndaj Serbisë së sotme? Si po e përdor Serbia rolin e saj si faktor në raport me perëndimin dhe Rusinë? Çka po bën ajo në politikën e jashtme që ne ta zëm të mbesmi në pozicionin që të çortohemi e Serbia të mos ndaj saj të mos ketë thirrje të qarta të prera të komunitetit ndërkombëtar që ajo të zbatojë marrëveshjen të sillet si një vend i përgjithshëm ndaj zotimeve që ka marrë. Në radhë të parë, deklarimet e presidentit Vučić, ministrave të kabinetit, por edhe shumë aktorëve të tjerë brenda leadershipit serb, cilat padyshim janë jo vetëm fashiste si të tilla, por janë me prirje të vjimësisë të mendësisë gjenocidale që Serbia ka pasur para 20-30 vitesh ndaj Kosovës. Dhe unë besoj që këto janë në radhë të parë deklarata cilat ata i bëjnë pikë së pari për konsum të brendshëm politik, sepse Serbia ndodhet në një krizë të brendshme për shkak të zgjedhjeve që mund vinë brenda pak javësh nëse jo muajsh atje dhe rritjes së sentimentit pro studentëve, por që në anën tjetër ajo çfarë ka ndodhur unë besoj në Serbi është fakti që edhe këto lëvizjet anti-Vučić atje, për te pjesës së korrupsionit në kuptim të qasjes ndaj Kosovës, janë pothuajse të njëjta në mos edhe më radikale se sa që i ka vetë zoti Vučić. Dhe unë besoj që këtu padyshim një pjesë madhe të përgjegjësisë për tolerimin e këtyre kanë faktorët ndërkombëtar, në mesin e cilëve unë besoj ekziston për fat keq një lloj qasje përkthjellëse ndaj Serbisë, për dy motive kryesore konsideroj unë. E para, për shkak se Serbia ka arritur që të luajë me kartën e qenit faktor në raport me përplasjen mes Perëndimit dhe Rusisë e Kinës. Pra, qeveria e Serbisë, zoti Vučić dhe të tjerë në Serbi, kanë arritur që suksesshëm ta luajnë këtë kartën e dy karrigeve, siç njihet marrëdhënieve ndërkombëtare, që herë përdorin karrikën në raport me BE-n dhe ndërkombëtarët, por në anën tjetër tazëm Serbia është prej vendeve që tashmë ka filluar dialogun strategjik me SBA-t. Serbia është prej vendeve të cilat tashmë zhvillojnë takime e ka projekte qindra milionëshe nga shumica e vendeve kryesore të BE-s. Jo medërmës për shkak se Serbia është vend jo autoritar e vend progresist e që nuk ka qasje radikale ndaj Kosovës. Por për shkak se Kosova në sytë e ndërkombëtarëve shihet si pjesë e problemit për fat të keq tashmë, e në anën tjetër këto deklarimet përveç dënimeve krejt të vakta nëse mund t'i quaj nga ana e disa eksponentëve të BE-s e të tjerë dhe eurodeputetëve individual, nuk ka pasur asnjë kundërpërgjigje nga ndërkombëtarët dhe për më keq as nuk janë bërë temë. Pra, ka pasur disa deklarime, kam parë ditëve të fundit të disa kongresistëve. Kam prodhuar genocid në Jugosllavi. Po, për fat keq, ambicien hegemoniste të kësaj Serbie të djeshme që la gjurmë krimi e genocidit në gjithë relievin gjeografik të Jugosllavisë, përfshirë dhe Kosovën dhe Perëndimi ka jetuar me ato situata dhe në sy tam po them po shihet si një ngjarje që Perëndimi nuk po dështon të shohë se po ndodhi. Për fat keq, përveç se janë le të themi tipare të Serbisë së djeshme këto që përmendet, me atë çfarë po ndodh tregon që ajo mbetet edhe Serbia sotme e për fat keq mbase edhe e nesërme. Ata e kanë bërë qartë tash sa kohë që për ta ka rëndësi momentumi politik sepse qëllimi ka mbetur esencialisht i njëjtë, pra që të kthehen në Kosovë. Dhe unë këtë drejtim e shoh me tetë shqetësim faktin që faktorët ndërkombëtar janë duke toleruar një qasje të tillë. Pikë së pari për shkak se unë besoj zoti Vučić në deklarimet e tij, por edhe në takimet që ka pasur me aktorë ndërkombëtar, shpeshherë ka thënë se ata që vijnë pas meje mund të jenë edhe më radikal se sa unë, dhe kjo ka bërë që ndonjëherë ndërkombëtarët ta mbyllin një rinjsi. Dhe unë konsideroj që problemi qendror në raport me qasjen e Serbisë ndaj Kosovës dhe
përgjithësi ndaj rajonit, sepse nuk është se kanë qasje shumë më të mira as ndaj Bosnjës përkatësisht pjesës kroate, muslimane dhe të tjerë, por që ekziston tek motivi pa dënuar i Serbisë. Pra Serbia asnjëherë nuk është mbajtur përgjegjëse për qëllimin që ka pasur. Pra janë marrë me veprime si të tilla, unë besoj intervenimi në Kosovë ka qenë ajo vula e madhe, por prap si e tillë ka qenë e pamjaftueshme. Nëse qëllimi legjitim i perëndimit është që Serbinë ta heqë nga orbita ndikimit rus, duke gravitu vetë perëndimi me interesat e tij, sigurisë, gjeoekonomike tjera. Cili është leksioni gjithë këtyre viteve sipas jush? Që se Serbia është shkaktari kryesor, nëse ta them rajoni mund të bashkëegzistojë me një klimë stabile të qetë kështu me radhë. Unë besoj që pikë pari Ridvan Serbia për gjatë viteve të fundit ka luajtur me këtë kartën e largimit nga orbita e influencës ruse e afrimit me BE-s, por që nuk ka ndodhur asnjëherë. Shpeshherë unë besoj për shkak të sankcionet ndaj kompanive në industrisë së naftës ruse. E ki litiumin pastaj që është një betejë jashtëzakonshme midis vetë vendeve të Bashkimit Evropian dhe SHBA-ve në anën tjetër. Kemi në anën tjetër edhe çështjen e sigurisë. Po veç në anën tjetër problemi ka qenë që ta zëm në mesin e tensioneve në rajon dhe deklaratave të tilla, vendet tejet me peshë si Franca vjojnë të shesin avion Rafale prej më të sofistikuarve. Dhe unë besoj që këtu problemi ka qenë që Serbia për shkak të lidhjeve tradicionale që ka pasur nga e kaluara, vjen ta ketë këtë farë qasjen më tolerante të BE-s në raport me atë se çfarë deklarohet. E mbi të gjitha, unë besoj që shpeshherë këtu një rol të madh ka luajtur edhe vetë Rusia. Pra, unë besoj që Serbia si e tillë ka vështirë shkëputjen nga Rusia edhe po të dënte Serbia, sepse potenciali i ndikimit rus përmes kishës ortodokse vjen mbetet aq i madh sa shpeshherë krijohet përshtypja që leadershipi politik në Serbi është i varur pa dëshirën e tij në disa raste nga dinamika dhe narrativa që krijohet nga kisha ortodokse serbe, e cila ka qenë jo vetëm promotore, por bartse një pjesë të krimeve, një pjesë të madhe të krimeve që kanë ndodhur në rajon. Dhe unë besoj që këtu qëndron problemi kryesor i miskalkulimit që ka bërë. Po një ato duhej vendet perëndimore ta nxjerrin, nëse mund ta them, nga kjo pritje që kishin nga Serbia. Një bilans duhet të nxirret. Po, me një situatë normale ndërkombëtare. Por në një situatë të tillë ku perëndimi ka të paktën 10 prioritete të tjera para rajonit dhe asaj çfarë potencialisht mund ngjajë, sepse ajo çfarë është e sigurt është që ndonse vëmendja e ndërkombëtarëve mbetet në zona shumë më të nxehta të konfliktit, azëmlindja e mesme, Ukraina, Rusia, vendet e Afrikës e të tjera. Ekziston me praninë e forcave të KFOR-it dhe fakti që Serbia është pothuajse e rrethuar nga vendet e NATO-s, ekziston një lloj pritje minimale që siguria dhe arkitektura e sigurisë në rajon nuk do të ndryshojë. Por arsyeja pse nuk është bërë ky bilanc, unë besoj në sy të ndërkombëtarëve, është që nuk ekziston një momentum i tillë për të marrë esencialisht me atë çfarë po ngjan. Së pari, së dyti për shkak të rritjes së forcave të djatha ekstreme në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian. Ta zëm publiku kosovar edhe mund të mos e di, por ka deputet serb që me shumë gjas mund të jenë pjesë e një ekzekutive eventual që mund të udhiqet nga Le Peni në Francë. Për shkak të pranisë së madhe të komunitetit serb në Francë. E njëjta vlen për Gjermaninë, për Hungarinë, për një pjesë të vendeve të BE-s, të cilat e kanë një qasje marrëmiqësore ndaj Kosovës, jo për shkak të Kosovës si të tillë, por në radhë të parë për shkak se shihet nga perspektiva pak edhe ideologjike ajo çfarë kanë ngjarë në këtë rajon. Andaj unë besoj që Kosova duhet ta kuptojë, po e trajtoj Serbinë në kontekstin e një shtetit që përdhën probleme e pak ndëshkohet nga komuniteti ndërkombëtar, me shumë çortohet Kosova. Mbase edhe Kosova me raste me arsye, sepse jep të zotime në Bruxelles Nord dhe marrëdhënie ndërkombëtare për ato detyrime që merrte, dhe në Kosovë ndiqte politikën thuaj të konfrontimit, të mirëmbajtjes së tensioneve për konsume elektorale. Cila politikë jashtme duhet ta ndjej Kosova, po them që s'po them të mos e lejoj Serbinë sepse secili ka ambicien e tij, por një politikë jashtme që heq Kosovën nga ky rezervat i krizës, nga kjo pamje enklavës, nëse mund ta them ashtu, politike.
Përvoja e 20 viteve të fundit e mbas edhe më shumë se aq tregon që Kosova ka arritur që të përfitojë nga diskutimet me Serbinë, kur palë negociuese ka pasur perëndimin përkatësisht ndërkombëtar. Edhe procesi i çlirimit të Kosovës, edhe i pavarësimit, edhe dialogu që është zhvilluar, edhe marrëveshja e fundit ajo e Washingtonit, nuk kanë qenë realisht procese të negocimit mes Kosovës e Serbisë. Kanë qenë mes Kosovës dhe palës tazëm SBA-s në vitin 2020 me marrëveshjen e Washingtonit, mes Kosovës dhe BE-s përgjatë procesit të dialogut në Bruksel. Dhe unë besoj që problemi kryesor që tashmë Kosova po sillet thua se neve na duhet dialogu me Serbinë, si mënyrë për gjetjen e zgjidhjeve. Por realisht nga çfarë kemi parë është që problemi me Serbinë nuk është i zgjidhshëm përmes dialogut me Serbinë. Pra ajo çfarë i duhet Kosovës është që të riorientohet drejt dialogut strategjik me aleatë e saj. E unë këtu kam frikën që tashmë mund ta kemi humbur momentumin për një dialog të tillë, sepse më nuk jemi të rëndësishëm e as me potencial destruktiv aq sa është Serbia. Fatkeqësisht Serbia vjen të ketë potencial të mjaftueshëm destruktiv në rajon, sa për destabilizues absolutisht. Për qenë palë me cilën ndërkombëtarët merren më shumë se sa me Kosovën. E normalisht në sistem departamenti doli me deklaratë që Kosova për të hyrë në pakt me dialogun strategjik me SBA-t duhet i respektoj komunitetet. Duhet i respektoj komunitetet. Qartazi po e thonë këtu, ose nuk e lexojnë mirëfilli çfarë thonë, ose vijojnë ta shohin raportin edhe partia në poshtë, raportin me komunitetin ndërkombëtar me gjuhën e tensioneve, dhe kjo gjuhë e tensioneve ndër vite në KQ nuk i ka sjellur rezultat lëvizjet të vetëvendosje. I ka sjellë rezultat elektoral momental. Ku im afrim ka solli analizit që elektoralisht vetëvendosja në historikun e saj zakonshëm është ngrit, veç kur e ka ushqy tensionin me partnerën ndërkombëtar, sidomos me ata amerikanë. Vetë se në anën tjetër, për te përfitimeve elektorale, ajo çfarë shohim është një përpjekje për ta bërë, unë besoj, një lloj dallimi, nga ajo çfarë kanë parë elektoralisht, po them, jo përfitime shtetërore. Vetë se ideja se si është shitur kjo ndaj publikut të Kosovës është përpjekja për ta bërë një dallim edhe në mesin e aleatëve, pra edhe në vetë SBA. Është përpjekur që të përmendën tazëm 3 linja nga ajo çfarë kam arritur të analizoj, është që është përmendur SBA-ja në planin e sigurisë dhe mbrojtjes, SBA-ja si diplomaci dhe SBA-ja si përkraje ekonomike. Tre SBA-ja domethënë. Po, dhe është tentuar që publikut kosovar të paraqitet në narrative ti që ne kemi problem vetëm me pjesën diplomatike. Sepse në pjesën e ushtrisë po vijojmë të armatosemi, kemi disa marrëveshje të paktën të paradakorduara me SBA, tazëm për Black Hawks, për antitanke, Javelin e të tjera. Në raportin ekonomik, Kosova vjen mbetet vendi vetëm në rajon, të cilit i janë rikthyer fondet e MCC-s, ndonë se normalisht Kosova është projekt në fundit esencialisht amerikan, për nga mënyra se si është pavarësuar e se si është liruar e të tjera, dhe është e kuptueshme që amerikanët vijojnë ta kenë interesim të tillë, por kur arrin që ta copëzosh problemin në këtë dimension, në sytë e publikut, sidomos me një nivel të tillë të informacioneve masive që vijnë nga gjitha anët, tashmë është relativizuar kjo situatë. Asnjëherë në jetën time nuk kam parë më shumë komente në postimet e ambasadës amerikane dhe të akterëve të tjerë, sa që kam parë 5 vitet e fundit. Ku qytetarët e Kosovës i kërkojnë SBA-s që të mos sillet më me ne në mënyrën se si është sjellë deri më tani. Dhe pastaj unë besoj që kjo ka gjetur vend edhe tek, jo për shkak të komenteve normalisht, por për shkak të sjelljes së Kosovës, ekziston një pjesë edhe e vendimarrjes amerikane që tashmë Kosovën nuk duan më ta shohin si ai fëmia i llastuar që vjen sillet siç ka dëshirë në momente të caktuara. Pra, nëse Kosova dëshiron të sillet plotësisht si sovrane, duhet jetë sovrane. E për të qenë plotësisht sovrane, nevojitet ndihma e ndërkombëtarëve, në veçantë amerikanëve në këtë rast, dhe unë këtu besoj është ajo pika konfliktuoze në mes të asaj çfarë pretendon qeveria dhe asaj se çfarë është potenciali real i Kosovës. Dhe në këtë dimension, unë besoj që Kosova nuk e ka më as të drejtën, as luksin që të vijojë cilët me aleat ndërkombëtar kështu. Për bindjen time, vetë mos inicimi apo përmbyllja e procesit të sjelljes së një ambasadori të ri amerikan në Kosovë është sinjali më i qartë se si qëndron Kosova në sytë e ndërkombëtarëve. Sa i përket çështjes së kërkesës për të respektuar komunitetet përkatësisht drejtat në Bruksel, në raport me gjithë atë proces që ka ndodhur, pa detyrim, pa shtrëngim, dhe si ta them,
konfrontuese hero në Kosovë. Kjo ka qenë pika Që përdhoj një gjuhë konfrontimi, duke kriju disponim publik se dikush nga aleatët dëshiron në korrez të Kosovës ta toleroj Serbinë për kompromise. Problemi kryesor është që kjo narrativ është tentuar që të shitet publikut pas një referencë historike. Pra asnjëherë në historikun 25 vjeçar le të themi të Kosovës, nuk është se Kosova ka humbur në raport me Serbinë për shkak të proceseve që ne kemi zhvilluar me ndërkombëtarët në kuadër të dialogut. Dhe unë nuk e kuptoj pse tash mund të jetë ndryshe. Në fakt, unë besoj që sa më shumë që kjo çështje do të vijë që të mbetet pezull si e tillë, vetëm sa do të rritet niveli i pazarit në raport me Serbinë, sepse Serbia mund vijë cilët siç ka bërë deri më tani dhe tashmë kur kemi deklarata të tilla fashiste nga ana e tyre, unë besoj zbutja e këtij fjalori do t'i sillte dobi Serbisë. Pra, Serbia tashmë e ka këtë kartë. Në raport me Perëndimin, ajo mund të thotë që okay, unë do të sillem ndryshe me Kosovën. Në politikën e jashtme Serbia është një hap ose dy para Kosovës aktualisht. Unë besoj nëse e nxjerrim një bilanc të ftohtë. Pa ndikimet e para Kosova është sjell thuase ndërkombëtarët na kanë neve borxh për situatën në cilim. Kosova është vendi i vetëm bashkë me një vend tjetër në rajon që nuk kanë asnjë kontratë aktive të lobimit në SBA. Pra, vende si Kosova, lërmë që nuk e kanë luksin që të sillen kështu, por është edhe institucionalisht e papërgjegjshme, duke ditur se vendimarrja amerikane ka lëvizur nga le të themi shinat e zakonshme të objektivave strategjike. Tashmë administrata në SBA nuk është duke u sjellë në mënyrë krejt të parashikueshme siç ka bërë në kaluarën dhe ka bërë të qartë realisht që me ta duhet të ketë më tashmë levërdi edhe SBA-ja dhe edhe kur po na tregojnë që është interes strategjik i SBA-ve, ne po sillemi thua se nuk kemi nevojë për të. Dhe unë besoj që ky nivel ku Kosova më as nuk mund të rrokasë, lere më t'i hapen dyert në Washington, është krejtësisht e papranueshme. Unë besoj që përveç se është dashur që të investohet në kuptim të diplomacisë e lobimit intensiv, është dashur që paralelisht Kosova ta paraqes veten si aleat, pra si partner cilit mund t'i besohet për të arritur objektivat përbashkëta strategjike. Parashikueshëm, po pra. E ne me këtë parashikueshmërinë tonë, po tregojmë që përveç se nuk jemi të besueshëm në raport me vendimarrjen, sepse normalisht vende me interesa strategjike siç janë SBA-ja, presin që kur zgjohen mëngjes ta dinë se çfarë do të veprojë për afërsisht qeveria e Kosovës. E jo që në një mëngjes shohin se Kosova ka ndryshuar çështje ta zëm raport me një situatë në veri, apo ka ndërmarrë masa të cilat e minojnë përpjekjen paralele që SBA-t mund të jenë duke zhvilluar në kuadër të dialogut ose të përpjekjes për ta larguar Serbinë nga vendimarrja dhe vetmendësia pro-ruse e pro-gjenocidale fatkeqësisht në rajon.